Në udhëtimet tona, Puka ka pasur gjithmonë një vend të veçantë, një vend në anën e zemrës, do thonim. Ndoshta pikërisht nga mënyra se si ju qasën për herë të parë këtij destinacioni vërtet të veçantë, diku në verilindje të Shqipërisë, mënyra se si u prezantuan për herë të parë me të përmes një dite me borë, ku në hanin e përbarim Laçit e zonja e shtëpisë na ofroi çorape të thata pasi kishim kaluar apo çfarë shtigjet rreth e përqark Pukës, ku sigurisht bie shumë dëbor, dhe ndoshta kjo na lidhi shpirtërisht në një mënyrë të tillë që ta prezantonim Pukën gjithmonë si një destinacion të vogël e të ngrohtë, por në fakt nuk ka qenë vetëm kjo, sepse ftesa për të vizituar për herë të parë Pukën ishte pikërisht e miku ton të vjetër Gjimi Begeja, i cili me sipërmarrjen e tij Hotel Turizëm Puka, që është praktikisht emblema e qytetit, na bëri një ftesë për të vizituar këtë destinacion i cili ka shumë sekrete, ka shumë të veçanta. Është një destinacion jashtëzakonisht mikpritës, me njerëz që ndoshta e kalojnë shkallën e mikpritjes së çdo shqiptari dhe çdo destinacioni tjetër që ne vizitojmë në Shqipëri. Sigurisht të gjithë jemi të karakterizuar nga, le të themi, nga emblematika jon, tipologjia jon pra si njerëz mikpritës, por kam përshtypjen që Puka i tejkalon të gjitha këto përmasa dhe kthehet vërtet në një destinacion që të duket sikur je vazhdimisht në shtëpi. Me këto përshtypje dhe me këto ndjesi të cilat kanë zgjatur në kohë, në vite, gati në dekada tashmë, ne i jemi kthyer gjithmonë Pukës duke e prezantuar fillimisht si një destinacion të veçantë, misterioz që ka shumë për të ofruar, jo vetëm si qytet, por edhe si rrethina, dhe nga ana tjetër kemi qenë vazhdimisht pak të trishtuar për faktin se Puka nuk është në fakt ai destinacioni masiv i vizituar, megjithëse është e bukur dhe e vizitueshme në çdo stin të vitit. Megjithatë, situata në Pukë ka ndryshuar, sigurisht nuk është më ai qyteti ose ai destinacioni i pavizituar i viteve më parë. Tashmë Puka është zbuluar edhe nga turistët shqiptar, edhe nga turistët e huaj. Ata vinë e vizitojnë Pukën në të gjitha stinët e vitit, kryesisht në verë dhe në dimër, kur ajo lulëzon nga gjelbrimi i papar, rrethuar me pyje dhe bukur siç është, por edhe zbukurohet nga bora. Kështu që le të themi që këto dy pika kulmore kohore janë ato që e bëjnë Pukën destinacion tërheqës. Ne do thoshim që në këtë episod të In The Flow, ne do zbulojmë më shumë se sa destinacionet e Pukës, do zbulojmë njerëzit e saj, çfarë e bën Pukën të veçantë dhe çfarë do t'ju bënte ju që të ktheheshit apo ta vizitoni qoftë edhe për herë të parë këtë destinacion të bukur në verilindje të Shqipërisë. Do t'i zbulojmë pas pak edhe plot të tjera interesante. Mendoj që për të folur për Pukën turistike, sot mund të ketë shumë individ që do të flisnin me kompetenca dhe me dashuri për të. Mirë po, nuk besoj se ka individ ose emra më të përshtatshëm se sa dy djemë që unë kam në krah. Në qoftë se ju keni parë në rrjetet sociale një faqe që quhet Discover Puka, duhet ta dini se pas saj qëndron pikërisht ky djali këtu që quhet Vullnet Kuçi. Faleminderit që pranove që të bëjmë bisedën një herë. Faleminderit që erdhe në Pukë edhe jam shumë i kënaqur që jemi këtu së bashku. Dhe nga ana tjetër, nëse ka një djalosh ose një individ ose një njeri i cili ju udhëheq drejt shtigjeve të Pukës, jo vetëm brenda në qytet po nuk diskutohet, por edhe rreth e përqark saj, ai është pikërisht Emanuel Pietri, që është bërë gjithashtu emblema e destinacionit Pukë këtyre viteve të fundit. Emanuel, faleminderit që ma pranove ftesën për të ardhur këtu tek ty edhe për të folur bashkë në bisedë. Faleminderit shumë, për mua shumë kënaqësi me ta pranuar ftesën ty, edhe mirë se ke ardhur dhe për ne shumë kënaqësi në bisedën me ty, edhe kohën Pukë në qytetin tonë. Unë mendoj që një binom si ju të dy, pra ti një djalë që i ke zbuluar të gjitha shtigjet e Pukës, ose jo i ke zbuluar, se i kanë zbuluar dhe të tjerët përpara teje, por që i ke treguar turistëve të gjitha shtigjet e Pukës, dhe një djalë tjetër që ja tregon vizualisht Pukën
gjithë rrjeteve sociale, mendoj se janë dy mënyrat më të mira të promovimit të një destinacioni si Puka i cili ka shumë për të ofruar. Si mendoni, cilit prej jush të dyve duhet ja kërkoj si fillim që pse njerëzit duhet vinë në Pukë, pse duhet ta vizitojnë Pukën? Kush mund të më përgjigjet më mirë nga ju të dy? Normalisht se Vullneti. Edhe unë mendoj kështu sepse edhe Vullneti e ka shëtitur cep më cep dhe nuk ka lënë pjesë të Pukës pa promovuar. Flora, mendoj që duke nisë edhe bisedën këtë lloj mënyre në një ambient natyror, them që Puka gjithmonë është njohur për pjesën e peizazheve, për pjesën e klimës, për ajrin e pastër, për ujin që sot e njoh gjithë Shqipëria dhe nga kjo burojnë dhe arsyet që Për ujin Lajthiza deshet thuash që sot e njeh gjithë Shqipëria, apo jo? janë bërë disa tashmë, po Lajthiza është kryesori. Por gjitha këta janë një motiv që të bëjnë thesh syt, po pse gjitha këta element në Pukë. Sepse këtu ekziston një klimë shumë e mirë dhe këtu është një ambient i cili thret çdo lloj grup moshe, e cila vetvete përbën një arsye shumë të madhe për të kaluar një fundjavë ose një moment relaxing Pukë. Puka ka shumë destinacione që ne i kemi zbulu dhe i kemi promovu, por mbi gjitha ne jemi përpjesë që t'jemi sa ma autentik në vlerat të tyne, pasi ata nuk janë vetëm destinacione, por mund t'jenë vendbanime, mund t'jenë identiteti i shumë personave dhe kjo gjë është element që ne dëna ta ruajmë mbi gjitha. Sbashku me Emanuelin, por dhe me guidat tjera që janë këtu prezent, që janë guida lokale, ne kemi pas gjithmonë një bashkëpunim të mirë dhe kjo gjë na ka ndihmu që edhe ne të bëjmë një imazh të mirë tek vizitorët, pasi mbi gjitha ne duhet të jemi të vetëdijshëm që ta promovojmë vendin me gjithë vlerat që ka dhe harmoninë që kemi me njëri tjetrin. Sigurisht për çështjet të autenticitetit unë mendoj që Puka është një prej destinacioneve më autentike në Shqipëri, edhe për shkak se infrastruktura urbane e qytetit është e veçantë, është një qytet pothuajse i stilit alpin, që edhe me këtë rekonstruksionin e viteve të fundit pra të famshme në rilindje urbane, Puka e ruajti deri diku identitetin e saj dhe u bë një qytet shumë i këndshëm për të vizituar, qoftë edhe si një destinacion qyteti, sepse ka edhe liçenin këtu, domethënë që e bën shumë tërheqës edhe i ke parasysh ti Emanuel ato guidat që janë kryesisht gra që mbushin autobusin që shëtisin. Pra Puka do të mjaftojë edhe me një autobus me gra të cilat në fundjavë shëtisin, vinë në Pukë, pra konsumojnë një drekë, bëjnë një shëtitje në liçen dhe ikin. Por ti ke tjetër lloj tipologji turistësh që udhëheq nëpër male dhe nëpër shtigje. Po, më parastis me pas edhe një autobus. Edhe këto, një autobus plot me gra. Po, parastis, po disa herë pavarësisht se unë jam më shumë i fokusuar edhe ndjehu më mirë me bë punën time nëpër male. Puka ofron shumë, sidomos për pjesën e maleve, majet e maleve. Jo në është e me të lartësinë e madhe shumë, por se të si kene I keni të bukura shumë. Ti e ke nisur promocionin në fshatin Buzhal, me fshatin tënd, domethënë. Edhe në fakt është një prej pamjeve më ikonike të turizmit shqiptar, një peizazh prallor, shumë i bukur, që ti s'lodhesh së fotografuari dhe së ofruari, sepse do thua, okay, pamja është gjithmonë njësoj, është po ajo, por jo, unë që le themi merrem dhe kam dëshirë që t'i kem fotografitë e tua, ashtu si kundër edhe fotot dhe videot e Vullnetit në faqet e Travel Magazine në Instagram, ajo pamje është gjithmonë e ndryshme, gjithmonë e bukur, e nisur prej kësaj, pastaj edhe kuptohet edhe shtigjet e tjera. Me të thënë drejtën, tash u bën vite, unë jam prej fshatit Buzhals, edhe e kam pasur dëshirë më të madhe veç me promovu zonën teme, fshatin tem, pa menu ma gjatë se si funksionon si punë. Faleminderit Zotit, kam arrit deri diku. Pikërisht e Maja Murgs është çdo nisje e jemja. Pamja është çdo kohë si do dalësh, në çdo orë është një pamje e ndryshme, ka të bukurinë e vet edhe nuk lodhna. Sigurisht. Edhe atëherë u bë shtysa se unë vazhdo në tana destinacione tjera për rreth. Që tani ti sigurisht e ke shtrir diapazonin, sepse në fakt nga një djalë i zonës që njihte shtigjet lokale, ti u bëre një guid lokale, pra një udhërrëfyes lokal,
pastaj u bëre një udhërrëfyes i certifikuar kombëtar dhe pastaj një udhërrëfyes i certifikuar malor, që do të thotë tashmë je i kompletuar dhe jo vetëm di se ku ti dërgosh turistët apo po themi vizitorët grupin tënd, por di edhe se si ti mbrosh, domethënë di edhe se si ti udhëheqesh në mënyrë teknikisht të sigurt. Çfarë do bësh me këtë gjë, pra në vazhdimsi, çfarë do bësh tjetër? Me të thënë drejtën, unë qëllimin kryesor e kam, sa më shumë me promovu, me tregu njerëzve se sa vendet bukura kena në Puk, e në tonë Shqipërinë, ku po flasim për Pukën, se në Puk kena alo shumë maje, shumë vende, shumë fshatra, se ndoshta nuk na ka dalë koha ose mi promovu ashtu si duhet, po ashtu edhe numër shpellash kena plot numër të madh shumë. Po, unë nuk po i listoj sepse e di shumë mirë që jeni ju, domethënë që mjaft që t'ju prezantoj ju të dyve në bisedë dhe njerëzit do dinë se ku të drejtohen apo kujt t'i referohen për të vizituar. Si është situata e infrastrukturës pritëse në rrethinat e Pukës aktualisht? Pra janë shtuar, besoj, bujtinat, hotelet e vogla, shtëpitë pritëse? Janë shtu, mira normalisht se janë, por edhe nevojë ka prap me ushtu tjera. Vullnet, ti je këtu vazhdimisht. Ti kap të gjitha momentet e bukura të këtij qyteti jashtëzakonisht simpatik. Domethënë, unë e dashuroj Pukën. E thash edhe në hyrje të episodit që mënyra se si jemi njohur me Pukën ka qenë krejtësisht e dashurueshme. Kështu erdhëm në një ditë me borë, erdhëm te Hotel Turizëm Puka, ku ishte ngrohtë, xhaku, zjarri, hëngrëm pul me çervish. Pastaj vajtëm, domethënë vizituam Pukën në dëbor, domethënë që ishte një eksperiencë jashtëzakonshme. Ti e ke parë Pukën në çdo moment. Kur është më e bukur sipas teje? Them drejtën, kjo është një pyetje duket e lehtë, por shumë e vështirë për shkak se unë mund të them që këtu në çdo stin ka bukurinë e vet. Po. Mendoj që Puka është me plot gojë destinacion gjithvjetor dhe ky është një favor shumë i madh që ne e kemi. Dhe vitet e fundit që rruga është gjithmonë e aksesueshme, është edhe një avantazh që ky destinacion të jetojë gjatë gjithë sezonave. Unë e pëlqej shumë pjesën e pranverës, por e pëlqej shumë edhe dimrin, sepse jemi rrit në dimër, edhe pjesën e borës që tash po na mungon vitet e fundit, por personalisht unë jam shumë i lumtur që jetoj dhe e kam zgjedhur të rinë Pukë. Mendoj që gjithsecili nga ne kontribon në një mënyrë për ta promovuar zonën tonë, jo vetëm ne që jemi promovues me materiale, me video, por edhe një qytetar i thjesht nëpërmjet një miku, nëpërmjet një fotoje, mund të jetë një promovues i zonës vet. Gjëja tjetër që duhet të them unë është që Puka ka një klimë shumë madhe dhe vitet e fundit kam vure që është rrit numri vizitorëve për shkak të klimës, duke qenë se mas pandemisë dhe gjithë jeta jo ndryshoi, ka një rritje shumë madhe të vizitorëve që preferojnë vinë vetëm për ajrin e pastër, kryesisht gjatë pranverës dhe verës, por tashmë, domethënë çdo stin mendoj që në Pukë është e plot dhe është e vizitueshme. Puka është ndër zonat me pyjet më të pasura dhe edhe më të bukura në Shqipëri dhe në fakt le të themi që kjo jo vetëm ndjehet rrugës kur vjen për Pukë, por duket edhe në qytet tek parku që është shumë i bukur. Po, është shumë e veçantë. Mendoj që themi gjithë element Puka po përballet vitet e fundit shumë me sfidën e largimit banorëve, migrimin edhe emigrimin. Për fat keq. Sepse është një problem i cili është një plagë e cila vazhdon të ndodh, por jam shumë i lumtur që 2-3 vitet e fundit ka një përfshirje më të madhe të rive në fushën e turizmit dhe janë hapur disa bujtina të reja, shoh të ri që duan të bëhen duan të angazhohen, duan të merren. Dhe unë mendoj që kjo është një shkëndij shpresë pozitive për ne që punojmë turizëm dhe shpresoj që ata të rinj shërbejnë që përpiqen edhe të tjerë pastaj. Sepse realisht, siç e tha dhe Emanueli,
Këtu është nevoja shumë e madhe për hapësira akomoduese, për shërbime dhe gjithë secili mund ta gjejë vendin e tij. Ne duhet jemi ne ata që t'i shërbejmë dhe t'i krijojmë mundësitë tona, jo mundësitë presim momentin e duhur. Çfarë do gjejë vizitori kur të vinë në Puk dhe kam fjalën për qytetin, jo për rrethinat, se rrethinat janë më, le të themi, më të shpërndara. Një gjatë që gjithë vizitorët më vujnë duke sa po vinë Puk është sistemi i një qyteti alpin dhe pastërtia, restaurimi i gjithë qytetit ka ndikuar që të marrë një pamje shumë bukur turistike, dhe veçantë, autentike, dhe kjo gjë është një gjë që gjithë vizitorët e pëlqejnë. Por unë do të theksoja që një ndër aktivitetet që mund të kesh këtu dhe është shumë mirë që gjithë t'i vizitojnë është dhe vizita në muzeun etnografik dhe në muzeun Migjeni, cilët janë dy asete që kanë shumë vlera dhe përcjellin historinë e kësaj zone. Që për fat keq aktualisht që po flasim është në rikonstruksion, por kjo është gjë e mirë sepse do të thotë që do jetë më dinjitoz kur ta vizitoj. Po, Muzeu Migjeni është në rikonstruksion dhe shpresoj që gjatë pranverës tjetër të jetë i përfunduar. Është pjesë e procesit tyre. Gjithashtu unë do theksoja shumë që një ndër pikat që vizitorët mund të bëjnë Puk është edhe pika ku jemi ne tani. Liçeni, i cili është kthy në një jo vetëm atraksion për vizitorët, por dhe banorët, të cilët një shëtitje këtu në liçen e kanë pjesë për përditshmërisë tyre. Parku i aventurave dhe zipline-i, cilët janë një investim i qeverisë ndoshta për 2-3 vite më parë që kanë ndikuar që ky investim të shërbejë të sjell vizitor në Puk. Të sjell vizitor. Mendoj që një ndër gjanat e veçanta që kanë Puk është dhe 2-3 punishte që prodhojnë produktet zonës. Që prodhojnë produktin lokal. Po, dhe këto janë atraksione për gjithë sepse janë produkte me shumë vlera dhe prodhohen këtu në qytet. Po, që ju e dini mirë për shembull që është birra Puka. Birra Puka që është birrë artizanale e cila shpërndahet edhe në Shqipëri, por pra punishten e saj e ka pikërisht në Puk dhe turet e degustimit të birrave vendase ose të lëngjeve, lëngun e thanë, ose keni gjithashtu një pjesë të ofertës turistike ose gastronomike të qytetit. Produktet e Agropukës, produktet e qendrës Atmill Trashana, domethënë janë të gjithë element që realisht ne japin edhe neve vlerë, pasi kanë një eksperiencë gjatë dhe janë produktet veçanta që i gjen vetëm te këto punishte. Puka ka gjithashtu edhe aktivitete shumë interesante, për shembull sofrën pukiane, pra Pukan Fest, që ka gjatë gjithë vitit edhe gjatë gjithë verës, por edhe gjatë stinëve të tjera, zhvillon disa aktivitete të cilat mund të shërbenin për ta tërhequr turistin ose vizitorin për të ardhur në Puk në ditë të caktuara, sigurisht. Është një rritje e numrit të aktiviteteve dhe kjo ka ndikuar edhe në rritjen e numrit vizitorëve dhe në periudha të caktuara janë aktivitete shumë të rëndësishme, është sofra pukiane siç e përmendë, është produkti, është panajiri Puka Agrofest, i cili zhvillohet fundjavën e fundit shtatorit, Pukan Fest, i cili ishte një festival që u zhvillua këtë vit për herë të parë dhe shpresoj që të ketë VMC, ku del në fakt gjithë oferta lokale dhe trashëgimia etnografike dhe kulturore e Pukës. Ishte festivali i parë dimëror dhe zgjati 3 ditë dhe ishte shumë aktivitet i mirë për qytetin, por dhe shumë aktivitete si 9 qershori që është dita kulturës pukiane, aktivitete që kanë një identitet dhe histori tyre që shërbejnë për të thithë vizitor. Po, është vërtet, unë e kam thënë gjithmonë edhe prandaj edhe më vjen mirë që le themi një episod të In The Flow ja kushtuam pikërisht Pukës në këtë cikël të parë, sepse doja me patjetër që t'ja ofronim Pukën si destinacion, edhe pse sot sigurisht situata nuk është më ajo që ka qenë dikur. Pra, vizitorët në Puk janë shtuar. Ajo e gjelbra e bredhave, domethënë ajri është kaq i pastër dhe i shëndetshëm, saqë edhe e gjelbra e bredhave duket sikur ndryshon nga e gjelbra e bredhave të qyteteve të tjera që janë, domethënë, nëse këtë bredhe shikojmë në qendër të Tiranës për shembull, nuk e ka kaq e shile ngjyrën, e ka të ndryshme. Ndodh kjo për shkak të pastërtisë së ajrit, thua? Po, domethënë të sasisë më të madhe të oksigjenit këtu?
për kushtet klimatike që ajo ka, dhe ambienti është goxha më i pastër dhe klima ndikon që të transmetohet ngjyra më e qartë dhe më e pastër. Gëzuar. Tani nëse vjen si turist në Puk dhe nuk kthen te Hotel Turizëm Puka për të pirë një birë Puka, zëre se s'ke ardhur fare në Puk, sepse bira Puka është pija emblematike e qytetit prej gati 2 dekadash tashmë, qysh kurse Xhimi Begeja mendoi pra të inicionte se të ndërtonte një punishte të birrës artizanale të Pukës, e cila me sa po më thoni dhe ju çuna, po me sa na ka thënë dhe Xhimi, ka përparuar shkencërisht duke nxjerrë variante të tjera birre, që është edhe birra IPA ose e pafiltruar, apo jo. Nëse birra Puka në të gjitha variantet e saj dhe në të gjitha formatet e gotave është një prej birrave më të mira në Shqipëri, shumë e pëlqyer nga turistët, sepse bira Puka nuk është vetëm në Puk, por është edhe në Tiranë dhe në disa restorante apo lokale të tjera të Shqipërisë, të cilët preferojnë që të ofrojnë pijet lokale të qytetit. Në fakt, Hotel Turizëm Puka është gjithashtu emblema turistike e qytetit. Po, meqense ne të pyetëm ty Vullnet që çfarë gjendet në qytet, dhe në qytet gjejmë disa objekte që janë interesante, unë do të pyesja ty, Emanuel, çfarë ka rreth përqark Pukës që e bën Pukën interesante dhe që do ishte me vlerë për të vizituar? Ato shtigjet që bën ti, për shembull, duam disa nga ato shtigjet na i përmendesh. Puka përveç qytetit, siç i përmendi Vullneti, kena disa destinacione turistike, maje, jo shumë të alta, mund na mi përmend disa dhe me emër që janë afër qytetit. Kena malin e Tërbunit shumë afër Pukës, kena Kabashin, kena majën e Murgës, kena malin e Krabit, kena disa shpella, shpellën e zanave sipër Sharretit. Shpella e Kaurit. Shpella e Kaurit në fshatin Lëvësh. Së fundit kena bashkë me Vullnetin, jena mundu pak në tonën edhe një maje 3 maja Vapulës në fshatin Qelez, njësin Qelez, edhe ajo është një destinacion shumë i bukur. Mëse dhe na lërgë qytetit Pukës, prap kena malin e Monellës, kena majet në radhë. Pyjet e Monellës edhe me qëra fjalla tek pyjet edhe tek zonat e mbrojtura, unë do përfitoja nga rasti që të përmendja edhe një tjetër djalë i cili ka bërë shumë për Pukën, edhe që është Ilir Shyti. Edhe ai është një promovues i jashtëzakonshëm me fotografi shumë të bukura, jo vetëm të malit edhe të pyjeve të Monellës, por të ujvarës së Gojanit, për shembull, që është një prej ujvarave më të veçanta në Shqipëri, për shkak se ajo ngrin gjatë dimrit. Do me thonë, nuk ngrin ujvara, po ngrin vendi rreth e përqark ujvarës, duke kriju atë idenë e stalaktiteve dhe stalagmiteve, që është jashtëzakonisht e bukur, dhe në disa plane të tilla, pra në momente të ndryshme të vitit, Ilir Shyti e ofron vazhdimisht Monellën, Gojanin edhe kështu me radhë të destinacionet e veçanta. Ne kena për shembull është edhe Kryzion, ujvara Kryziot edhe është shumë e bukur edhe lehtë për mu vizitu nga çdo grup mosh. Mua më vjen mirë që Puka ka djemë si ju që nuk dorëzohen me gjithë realitetin e vështirë edhe sfidues që po dominohet në fakt nga ikjet masive, dhe kush qëndron është qëndrestar, kush kthehet është guximtar, është trim, është edhe sigurisht patriot sepse kthehet për qytetin e tij. Kush fillon të merret me turizëm është i zgjuar sepse kupton që dekada e ardhshme i përket sërish turizmit dhe Puka ka jashtëzakonisht shumë potencial që të kthehet në një qytet turistik të vizitueshëm, ku ky sheshi këtu për shembull, ose gjithë bulevardi prej tek Bashkia deri tek Hotel Turizëm Puka, ku kemi si objekte për të vizituar edhe statujën ose monumentin e Nën Terezës, statujën e Skënderbeut dhe statujën e Migjenit, që ishte edhe ai një simbol i Pukës për shkak se ka qenë mësues në Pukë, edhe sot keni edhe muzeun Migjenit. Unë mendoj që Puka ka shumë për të ofruar dhe njerëzit kanë shumë se që të vizitojnë, kështu që jam e kënaqur që kur të vinë Pukë do ju gjejnë dhe juve 2 djemë punëtor edhe të palodhur për të promovuar qytetin. Faleminderit shumë.
Puka është vendi I pyjeve dhe ju mund ta shikoni këtë fare lehtësisht kur vini për në Pukë, sidomos në qoftë se zgjidhni të bëni rrugën që kalon nga Fusharzi. Puka është jo vetëm atë I pyjeve, në qoftë se do ta shprehnin kështu, por edhe I pyjeve të larmishme halore, të bredhit dhe të pishës së zezë, dhe është një prej zonave më të bukura në Shqipëri për sa I përket pyllëzimit, dhe kjo është një gjë që siç thash pra vihet e re fare lehtë edhe gjatë rrugës kur ju udhtoni për Pukë në peizazhin e saj panoramik. Duke filluar që nga ky vit, drejt fundit të cilit po vim, dal nga dal, ju do të gjeni në Pukë një vend pushim I cili është mjaft interesant, shumë simpatik dhe fare I kombinuar me natyrën. Nuk ka në fakt emër më të bukur për një vend pushimi se sa pushimore. Dhe ky vend pushim këtu quhet pikërisht pushimoria fotosinteza. Është një nisëm komunitare në fakt, e ndërmarrë nga një djalë I Pukës, I cili është pikërisht Tonin Alia. Tonin Alia I cili ka një aktivitet të pasur në fushën e biznesit në Shqipëri, duke qenë edhe themeluesi I kompanisë Ardeno, që është kompania e mirënjohur e prodhimit të mobilerisë kryesisht karrike, por edhe mobilje të tjera, I cili duke qenë një djalë I Pukës, që ka bërë shkollën në Pukë, ka menduar që në këtë zonë këtu e cila nuk është gjë tjetër vetë se një njollë e gjelbër e pyllëzuar pikërisht nga maturantët e gjimnazit të Pukës së asaj kohe ku Tonini ishte maturant, duke mbjellë disa fidan bredhash amerikan, të cilët sot janë më shumë se 50 vjeçar, pra 50 vjeçar e lartë, dhe duke qenë se kjo ishte një zonë ku njerëzit kthenin zakonisht, ata ndjenin nevojën që të pushonin këtu dhe Tonini në një bisedë me shokët tha, po pse të mos vendosim 2 karrike, 2 tavolina që t'ja bëjmë pak më, le të themi pak më të lehtë pushimin, dhe kështu lindi ky vend simpatik që quhet pushimoria fotosinteza, të cilën në fakt unë do doja që ta zbulonim pak më në brendësi sepse ka instalacione shumë interesante, të cilat janë një kombinim plotësisht natyrë dhe shije artistike të cilat Tonini në fakt I ka me shumicë. Unë e konsideroj veten me fat sot, sepse sot që ne erdhëm të xhirojmë në Pukë, kemi gjetur edhe grupin artistik të fëmijëve të qendrës kulturore të Fusharzit, që po bëjnë prova pikërisht brenda ambienteve të pushimores fotosinteza për festat e fundvitit. Puna e mbarë, si jeni? Mirë, faleminderit juve. Unë jam Flora dhe po vi nga Tirana. Sot ne kishim planifikuar që të xhironim në Pukë për programin tonin The Flow, edhe na erdhi shumë mirë që këtu ke pushimoria fotosinteza, pam edhe këta fëmijët e bukur që po bëkeni prova, ma merr mendja me siguri për festat e fundvitit. Po, patjetër, faleminderit, mirë se keni ardhur. Është grupi kulturor I fëmijëve të? Po, grupi I qendrës kulturore Fushars. Janë grupi Unë e kam ndjekur grupin tuaj dhe aktivitetet e shumta që bëni dhe më vjen mirë, jam e lumtur që qytetet dhe qytezat e vogla kanë aktivitete artistike pafund, që do të thotë fëmijët të paktën kanë se me çfarë ta kalojnë kohën dhe nuk janë gjithë kohën viktimat e internetit. Shumë e drejtë. Është një gjë shumë e bukur. Pikërisht edhe na po mundona me bani punë sa më të mirë me to, edhe jena shumë krenar që na I kena këtë fëmijë, edhe jemi krenar për to, edhe zona jonë edhe trevat tona e kanë pas gjithmonë traditë dhe do të trashëgimojmë vlerat e kësaj zone kënej, që mos t'i harrojmë kohë. Ne do ju adinim për nder, sikur të bënit edhe për ne një performancë të vogël që të kemi mundësi t'ja integrojmë programit, si thoni ju Kalamaja. Jepini pra, skena për ju.
të investosh për komunitetin, në fakt unë mendoj që është akti më i lartë dhe fisnik i një sipërmarrësi ose i njeriu që mundet të investojë, edhe nuk pret që t'i kthehet gjë mbrapsht në vlerë monetare. Dhe këtë ka bërë pikërisht Tonini, i cili si pjesë e kësaj mature, pra këta janë maturantët e silvikulturës 71-75, që në fakt silvikultura nuk ishte gjë tjetër, vetë se një shkollë e specializuar për pyje, por sidomos për pyllëzim. Dhe në fakt, për fat keq nuk zgjati më shumë, po megjithatë le të flasim pak për fotosintezën, për pushimore fotosintezën, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të pushosh në natyrë, në harmoni me natyrën. Madje duke parë edhe atë banerin në hyrje të pushimores, për kënaqësi, këtu kanë ndaluar për të pushuar edhe vajzat e Miss Globit të vitit 2025 dhe e kanë pëlqyer aq shumë vendin sa që lanë librin e tyre të përshtypjeve që sot në fakt nuk e kemi sepse e kanë marrë njerëzit. Pse do thoni ju e kanë marrë dhe si e kanë marrë? Sepse Tonini ka menduar për gjithçka, madje edhe për një dollap të vogël me qerasje. Që do të thotë edhe në qoftë se ju doni të vini thjesht për të ulur, për të pushuar, sidomos në freskun e pranverës dhe të verës, që këtu është një mrekulli. Ne tani jemi në dimër, po nuk është aq ftohtë sa të mos e shijosh mjedisin e pushimores. Edhe këtu përveç se ke tavolina për të qëndruar, të integruara shumë mirë me natyrën, të zbukuruara dhe të dekoruara. Karrike ku mund të shplodheni, pra mund të qëndroni, ose stola të integruara me tavolina druri. Po keni edhe çezmën, ku mund pini ujë, sepse uji është i pishëm, mund të lani duart pasi të hani, dhe pasi t'i keni marrë të gjitha pra ushqimet me vete që keni konsumuar këtu, mund t'i hidhni në koshat e pushimores, mund të përdorni tualetin, që është tualet natyror, pra gjithsesi edhe kjo nevojë fiziologjike e njeriut e integruar me natyrën. Pa ajo që mua më bëri shumë përshtypje, është pikërisht ai shpirti i mikpritjes që nuk prisja me thënë të drejtën ta gjeja në këtë formë. Brenda në pushimore ka edhe një dollap për qerasje, që do të thotë neziri, që është një zotëri i cili edhe ju pret, edhe ju mirëpret, edhe ju mikpret. Dhe nëse nuk e gjeni këtu për gjithçka që mund të keni nevojë, keni edhe numrin e telefonit të nezirit në hyrje të pushimores, siç u thash pra në dollapin me qerasje të vogla. Nëse nuk keni marrë asgjë me vete, ose nëse nuk e dini që kjo ishte një pushimore, ka gjëra të vogla, biskota, fruta, ndonjë libër për të lexuar, revistën Travel që edhe ne e futëm e bëm pjesë të dollapit të pushimores. Pra, mund të gjeni gjëra të vogla me të cilat le themi të shijoni qëndrimin këtu në këtë pushimore natyrale, por edhe të kuruar me kaq dashuri nga njeriu dhe në këtë rast nga Tonini, i cili nuk është askush tjetër në këtë rast veç se një dashurues i natyrës dhe një vlerësues i jashtëzakonshëm i vendlindjes së tij Pukës. Kështu që mos harroni të dashur miq, sa herë që të vini në Pukë nga rruga e Fusharzit, mund të bëni një pushim të thjeshtë në pushimore fotosinteze.
Kemi ardhur në Fusharës, ku besoj siç mund ta kuptoni, ndodhemi në një atelje të veshjeve tradicionale dhe kemi takuar zonjën e shtëpisë që është Dava Alia, etnografe, stiliste, artizane. Mirë se të gjeni. Mirë se erdhe. E di pse më bëri përshtypje, sepse kur po kërkoja për materiale për pukën, po themi materiale në kuptimin e trashëgimisë popullore, gjithë kohën më dilte përpara emri yt. Nuk e kam fjalën për tani që po bëjmë programin, por edhe për më përpara. Edhe pastaj pash gjithë veprimtarinë tënde, edhe kishte aty aq shumë larmi, kostumografie dhe materialesh të tjera të artizanatit, sa që u mahnita edhe thash, okej, në qytetet e mëdha, dakord, po në Fusharës, keni, domethënë, aktivitet të pasur, siç ishte për shembull që gjetëm fëmijët e grupit artistik që i gjetëm tek fotosinteza që po bënin prova. Pra, Fusharëzi ka traditë në ruajtjen e etnografisë. Në radhë parë të falenderoj për vizitën që po bëni tek punishja ime. Unë ka 5 vite që punoj këtu. Kjo është një punë artizanale familjare. Familjare, po gjithë veprimtaria e gjithë familjes. Është organizuar bashkë me familjen. Unë kam pas fatin që vajza ime ka marrë shkollën për stiliste dhe që atëherë e nisëm këtë punë bashkë. Ishte një ide e fëmijëve, domethënë. Po duke i përkrah fëmijët, mund të arrish shumë gjëra bukura. Sigurisht. Unë e du artin dhe kam gull gjithmonë që traditën ta mbajnë. Larmishmëria e kostumeve më bën të kuptoj që ti i punon kostumet edhe të zonave të tjera, pra jo vetëm të zonës së Pukës, po themi. Fatmirësisht, Puka ka 3 veshje kombëtare. Ka veshjen e Mirdicës, sepse ka shumë mirditër në Pukë. Ka veshjen e Kabashit dhe ka veshjen e Pukës, që është xhubleta e Pukës. Pra xhubleta e Pukës, sepse kemi shumë lloje xhubletash. Xhubleta e Pukës është e përafërt me xhubletën e Malësisë, po ka shumë elemente të veçantë. E qartë. Për momentin unë nuk e kam xhubletën e Pukës, të cilën e kam punu vetë, dhe ka qenë e para xhublet që është bërë imitimi 100%, përveç lëndës parë. I materialeve origjinale, origjinal. Dhe në një aktivitet që është organizuar në Tiranë, Afrodita Enusi ka qenë vetë juriste, juriste dhe ka marrë çmimin e parë xhubleta e Pukës. Xhubleta e punuar nga origjinali. Nga origjinali. Tani pse jo përveç lëndës së parë? Çfarë do të thotë kjo? Përveç lëndës së parë, se të bësh një xhubletë origjinale duhet zhguni. Zhguni, që është ajo pjesa që krijon këmborën. Zhguni është pjesa që krijon këmborën dhe ajo është material origjinal nga leshi i dielës. Po si punohet ajo dhe pse s'punohet dot aktualisht? Ajo për momentin nuk punohet, sepse unë kam bë kërkime, kam shku deri në Kosovë për me gjetë valanicën. Çfarë është valanica? Valanica është punishtja artizanale për prodhimin e zhgunit të xhubletës. Pra duhet mekanizmi i duhur për ta punuar me dorë, pra në mënyrë artizanale. Që të punohet zhguni fiks si zhguni origjinal i xhubletës. Si zhguni origjinal i xhubletës, që ka shumë procese të arrim atje. Pra jemi duke fol këtu për bazën e xhubletës. Imagjino pastaj të dalim tek elementet që janë të gjithë elementë simbolik. Elementet mund t'i bash, mund t'i realizoj, unë dhe artizanët e tjerë, por zhgunin lëndën e parë nuk mund t'a gjejmë sot. E kuptoj. Prandaj unë po punoj çdo ditë. Tani si është, si do kisha dëshirë ta shikoja, por shumë si është materiali i zhgunit? Unë kam pas fatin që në arkën e vihrit tim, i cili sot nuk jeton, kam gjetë këtë zhgun. Pra ky është materiali i zhgunit të xhubletës. E kuptova. Me këtë krijohet këmbora. Këmbora. Pasi të ngjyroset me ngjyrë të zezë. E kuptoj. Kjo është
Për ndryshe nuk mund të quhet origjinale, pra mund ta bësh me çdo lloj materiali Çdo lloj tjetër. materiali, por origjinale s'ka rrit me u bë. Që është valanica. Që është valanica. E kuptova. Të bësh një valanicë është pak e vështirë, por nuk është e paarritshme. E kuptoj. Tani ti nuk ke këtu xhubletën nga origjinali që kishe punuar vet, po ke plot materiale ose element të xhubletës. Disa element të xhubletës. Ja. Kjo është përparsja origjinale e xhubletës. Origjinale. E gjithë materiali edhe pjesa e sipërme e kostumit që lidh. Kjo është pjesa e pasme e xhubletës. Që vendoset xhubleta jon në UNESCO. Edhe kjo pjesë tjetër e xhubletës. Që është pra pjesë e pasme. Janë pjesë e pasme. Kjo është pjesa e... E kuptoj. Ti pra e punon xhubletën, po thua. E punoj xhubletën. Ashtu si kundër pa diskutim punon edhe kostumet e tjera që janë të mirditës, të plakave të mirditës, kjo është ky kostumi kabashit. Pastaj kostume të tjera me motive popullore që sot kanë këto miksimet, ndoshta jo shumë të mira në adresë të etnografisë, po ja që njerëzit i kërkojnë ato. Kostumet popullore çdo ditë po dalin nga origjinaliteti. Po, në fakt kjo është një, le të themi, një dukuri e trishtueshme, të cilën takojmë çdo ditë. Ju artizanët, për shembull, nuk duhet ta negocioni, pra nuk duhet pranoni nëse dikush ju thotë, shiko, do më bësh një jelek me shqiponj këtu përpara. Jeleku origjinal i kostumit nuk e ka atë shqiponj, që do të thotë ti duhet i thuash, nëse më kërkon një kostum si origjinali, nuk duhet ta ketë shqiponjën. Nëse po më kërkon një folk, turbo folk, e bëjmë si të duash, ti e vendosim shqiponjën këtu, atje, ku kam vendosur unë lullën e pantallona, për shembull, kështu. Por nga që kanë del disa materiale... Kam shumë dëshirë që të provoj edhe po shikoja, e kam veshur edhe herë tjetër xhupin e mirditës, po, dhe xhupi i mirditës ka motive të bukura. Sepse ka një lloj elegance, domethënë ti të mendosh se unë po thosha jo, nuk dua ta vesh se më rri i ngushtë. Në fakt nuk më rri i ngushtë. Ngusht kostumi duhet të rri i ngushtë, pra është i tillë që duhet të rri i ngushtë, që ti të nxjerrësh në të mbah elementën shumë e vërtet kostumografisë. Këmishës e brezit përparset, ka shumë element. Ti mund të vesh edhe sulën, diçka të bukur, edhe kjo është e veçantë e kostumeve kombëtare të mirditës. Kjo është A më shkon? Si s'të shkon. Sa bukur. Po do doja që të duke i pak më shumë. Se nuk po e veshim gjithë kostumin tani, ana me ato, por shiko sa bukur. Sa bukur. Fantastik. Të lumshin duart. Tani, ajo që dua unë të të pyes, përveç kostumeve të tua, sepse ti tani, duke qenë se je një, le të themi, një artizane, edhe artizanati sot është edhe pjesë e ofertës turistike, ne shikojmë kukullat që ke atje lart, që janë kukulla për dyqanet e artizanatit, ku ti sigurisht e respekton në maksimum edhe elementet e kostumografisë. Pra, ajo është një kukull e vogël, por ti sigurisht aty po themi respekton të gjithë elementet e kostumografisë. Shoh edhe që ke krijuar kukullat me kostume popullore, që unë besoj se ti respekton edhe te kostumet e kukullave, respekton të gjithë elementet e kostumografisë. Pra nuk është se bën, po themi, kukullat të thjeshta me diçka me ngjyrë dhe kaq. Përpiqesh ta respektosh elementin e kostumografisë edhe te kukullat. Përderisa duam të transmetojmë traditën, edhe te kukullat duhet respektohen çdo element, sepse ajo kukull merret dhe lëviz. Aty shihet e gjithë tradita dhe do të thotë është thjesht një kostum në miniatur, jo se i mungojnë elemente. Nuk do t'i mungojnë asnjë element. E qartë, ja e shikoj kemi një këtu afër, edhe që është në fakt shumë e bukur, që është po kostumi
mirëditor, pra, që nuk I mungon as I leku I vogël, as xhupi, as përparsja, as brezi, as xhaketa, as shamia, as temina. Shumë e bukur. Tani, ajo që më bëri përshtypje kur hyra në atelje ishin këto punimet, pra këto panoramat që janë të bëra me lesh. Çfarë janë këto, se nuk E kuptova shumë mirë. Gjitha këto panorama janë të punuara me lesh, këtë gjitha e punon djali, im Rëdisi. Si që thash në fillim, kjo është një punë familjare. E kuptova. Prandaj më the që është sipërmarrje familjare. Thash, mendova se mos edhe çunat janë futur te kostumografia, por kjo që nga një punë tjetër artistike jashtëzakonisht e bukur. Këto panorama I punon me shumë dashuri, me lesh, edhe pse nuk ka një shkollë të mirë filt për pikturën, ai e ka art, ka të lind. E kuptoj. Domethënë, është një teknikë që bëhet me gjilpër, por jo në formën klasike. Ja, si ka dalë për shembull gjithë xhubleta këtu në pa, që është duke respektuar të gjithë elementet. Jashtëzakonisht e bukur. Është kënaqësi dhe vlerë të kesh një portret të tillë, për shembull ta mbash qoftë në një lokal tradicional, qoftë në një restorant, në hotel, sidomos hotelet shqiptare sot që po investojnë edhe tek tradita, do ishin të nderuar dhe do t'i rritej vlera sikur të mbanin, po themi, panorama të tilla të punuara me dorë nga artizanët vendas. Unë të uroj me gjithë zemër që të kesh sa më shumë punë, por mbi të gjitha të mos toleroni ose të mos dorëzoheni përpara fluksit dhe folkut, edhe të ruani sa më shumë traditën edhe të gjithë elementet që ne kemi trashëguar nga e kaluara, përmes kostumografisë. Edhe unë të falenderoj shumë për vizitën, për fjalët që bisedën që bëm bashkë, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Edhe për mua, shumë falenderoj. Nëse po kërkon suksesin për sa I përket ofertës së turizmit lokal, mos kërko shumë, ai ndodhet pikërisht te gurra popullore. Kështu ka ndodhur edhe me këtë sipërmarrje të vogël, këtu në fusharrës të Pukës, me mish në tra, e cila nuk është gjë tjetër, veçse njëri për të rritje traditës së vjetër të tharjes së mishit në Oxhak, ku është ndërtuar gjithë filozofia e kësaj strukture lokale turistike, e cila së shpejti do kthehet në një bujtinë, por që është për momentin një sipërmarrje shumë e bukur lokale, që gjithçka vjen nga tradita, nga produktet lokale të zonës dhe nga të gjitha punimet me dorë. Le ta vizitojmë. Ja ta shikojmë një herë tani çka ka këtu. Una mbar, mirë se ju gjetëm. Sjeni? Pra kjo është ajo e famshmja mish në tra. Po. Kjo është mish në tra. Kjo është mish në tra. Kjo është mish I zonës tonë. Kena fillu me ba mish në thatë, që kena pas të partë tonë, afër Oxhakut, me kalojmë ty mosje. Mbas e kalojmë një 2 ditë në ty mosje, e kalojmë të një dhomë tjetër, ku krijojmë këtë mykur natyral, që ta izolojë dhe të mos hyjnë bakteriet. Mund vini këtej që të shihni. Pra ka një arsye sepse e lini që të myket, po themi. Kjo është që të izolohen bakteriet. Si ta quajmë është myk natyral. Po, e qartë, kuptova shumë mirë. Tani, gjithë material, pra gjithë mishi që po thani këtu, është I gjithi mish derri apo edhe mish derri edhe mish viçi? Jo, na kemi edhe mish derri dhe mish viçi, I bëjmë të dy llojet. Edhe bëjmë edhe prosciutto viçi edhe prosciutto derri. Çfarë thani kryesisht? Pastërma apo të gjitha llojet e mishrave të thatë të sallamerisë? Jo, më shumë pastërma, edhe ne kjo pjesa e sallamerisë na e quajmë ne këtë pjesën e sallamit këtu kena sallam, kur I them sallam duhet se vetë vlen market, po ne ky është karajak. Është karajak derri. Është shumë mirë që ju të përdorni për shembull terminologjinë tuaj, pra ashtu siç e quani ju se ne I themi sallam dhe I bijem shkurt të gjitha sallamrave, po ato secila kanë po themi emrin e vet. Tani çfarë ka brenda? Çfarë ka këtu brenda? Ky është 100% mish, piper, kryp, edhe pak hutër, asnjë gjë tjetër s'ka. Kjo është e përballme, kjo është me zor,
është e bën me kështu mënyrë Me zonë natyrale, pra me thënë është i gjithë organik. Edhe mund ta shihni, do të thënë kimiku që është jashtë. Nuk ka asgjë, po themi industriale këtu brenda, përveç krip, piper dhe mish. Vetëm krip, piper dhe mish. Edhe nuk skuqet, nuk gatuhet. Pra ti mund ta konsumosh kështu siç është. Ta presësh në feta të holla, po themi. Ta provoj pak unë këtë? Po. Ta shishme që është. Nuk ka asnjë lidhje me Jo, kjo pjesa sallamerin industriale. Kjo është pjesa kur thamë është më duket të thonë sallam, duket të vjen t'ja ul vlerën. Po, e qartë. Jo, jam plotësisht dakord me ty. Kurse këtu është Këto pjesa perde, si perde të bukura kështu. Kjo është pjesa e krashgjakut të vishit. Edhe kjo Pra është ky thonë është po. deri, gici, po themi? Kjo Ky është Kjo viçi. është viçi, po. Kjo në pjesë të nërshme të këtë shpatullës, të derrit, Po. që sapo i kena nxjerrë këto, është e bëmë vetëm me piper, ka kaluar 2 mosje dhe po vazhdon stazhonimin të Dhe do të thotë, o e kthe në prosciutto, o e kthe në pastërma. Tani, sa kohë i duhet mishit, po themi që të thahet dhe të bëhet i ngrënshëm nga gjendja i gjallë e deri tek i konsumuesh? Në tonë drejtën duhen pak të 3 muaj. Duhen. Duhen 3 muaj, sepse këtu është nuk asë thjesht është dhomë frigoriferike dhe mishi thanë në dhomë me frigorifer. Qartë. Ka temperaturat. Nëshme ne kena mundu me bërë pjesën e kofshë, që kjo është kjo shumë e mirë. Prosciutta e famshme, po. Pjesa e prosciutës. Shumë. Pra, ju po thoni që gjithë ky material që duhen, po themi, duhen 3 muaj të bëhen, ju duhet bëni çdo vit zahiret e dimrit. Ti filloni në vjeshtë dhe ti keni gati për shkak. Jo, Po mirë, se pastaj do stazionohet, pra do bësh. Ai bën çdo periudhë, ideja është e kryesorja është që mishi është i zonës tonë. Shumë i shishëm. Mishi është i zonës tonë. Pra nuk përdorni burime të tjera. Ja, asnjë Mishin këtu. Mishi është i zonës. Edhe në restorant është e njëjta gjë. Pra gatimet që keni brenda. Pijet, lëngun e thanës, reçelin e boronicës, reçelin e mjedrës, frutave të mjedrës, pra të frutave të egra të pyllit kryesisht. Verën që e keni edhe të zonës tuaj, por edhe të kantinave të tjera shqiptare, që i keni të ekspozuar aty për klientët. Kjo është kryesorja që më përdor produktin e vendit tonë. Gjithë baza materiale ushqimore e gatimeve është e gjitha e E zonës. zonës tonë këtu. Ne në fakt edhe frutet e pyllit e kena shumë të mira, duke filluar nga manafera, bronica, mjedra, kena edhe porcini që është shumë e mirë. Po, fungi porcini, të me fungi porcini, kërpudha, se porcini quhet, tani si thuhet, kemi emër në Shqip për atë? Ne thëmë porcini. Porcini. Që është në Puk dhe në Tropoj, furnizohet Italia me kërpudha tona, kështu që pse të mos i përdorim edhe ne. Ju lumshin duart dhe ju shkoft sa më mbar dhe urime suksese e përgëzime që keni përdor gjithë potencialin e ofertës lokale për të ofruar më të mirën e zonës.